Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu Dhul Xhelal me urtësinë e tij ka dashur që disa gjëra t'i vlerësoj më shumë se gjërat e tjera. Për shembull, disa vende i ka vlerësuar më shumë se vendet e tjera. E ka përzgjedhur Mekën, e ka përzgjedhur Medinën, e ka përzgjedhur Mesxhidin Aksa si vendet më të mira të kësaj bote. E nga librat ka zgjedhur Kur'anin si më të mirin e librave. Nga njerëzit ka zgjedhur profetët, e ndërta ka dalluar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili është i fundit i zinxhirit të profetëve. E Allahu Dhul Xhelal gjithashtu ka dalluar kohët ndërmjet tyre. Për shembull, në javë, ditën e xumah dhe kohën e xumahs e ka dalluar mbi kohët e tjera të javës. Për shembull, muajin e Ramazanit e ka dalluar nga 11 muaj të tjerë të vitit. 10 ditën e fundit të muajit të Ramazanit e ka dalluar nga ditët e tjera të Ramazanit. E natën e Kadrit e ka dalluar nga gjithë netët e tjera. Pra Allahu Dhul Xhelal disa kohëve u ka dhënë vlerë të veçantë. Edhe ne si besimtar duhet që të hulumtojmë rreth këtyre kohëve për të përfituar nga mirësia dhe begatia e tyre. Ne patëm thënë se muaji Ramazanit është maraton e punëve të mira. E pikërisht nesër futemi në periudhën, në etapën më të rëndësishme të kësaj periudhe. 10 ditë që i fundit e muajit të Ramazanit, i cili është 10 ditësh me shumë vlerë. Tregon Aisha radiallahu anha, nëna e besimtarëve: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr shadda mizarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Kur futet 10 ditë i fundit të Ramazanit, profeti alayhi salatu selam i shtonte përpjekjet. E gjallëronte natën. Çfarë kuptimi e gjallëronte natën? Përsi Aisha radiallahu anha thot, nuk kam parë profetin alayhi salatu selam të falet më shumë natën se ç'falet muajin e Ramazanit. Nuk kam parë të mbajë xhirim në një periudhë tjetër ashtu siç mbante në muajin e Ramazanit. Madje profeti alayhi salatu selam jo vetëm që falej gjithë natën në muajin në 10 ditën e fundit të muajit të Ramazanit, por zgjonte edhe familjarët e tij për namazin e natës. Që edhe ata të përfitonin nga mirësia dhe begatia e kësaj kohe, të përfitonin nga mëshira e Zotit. Ne dim se 10 ditën e fundit të muajit të Ramazanit profeti alayhi salatu selam bënte itikaf. Çfarë është itikafi? Është që besimtari të mbyllet në xhami 10 ditën e fundit të Ramazanit dhe të mos merret me asgjë tjetër të kësaj bote përveç se me adhurim. Periudhë për të forcuar besimin, periudhë për të forcuar anën shpirtërore, për të forcuar lidhjen me Zotin. Dhe ky veprim është nga sunetet e profetit alayhi salatu wassalam. Po pse bëj e gjithë kjo përpjekje? Sepse në 10 ditën e fundit fshihet një thesar, fshihet një natë me shumë vlerë, që Allahu Dhul Xhelal ja mundson besimtarëve të sinqertë, ja mundson atyre që përpiqen, që punojnë, që mundohen për të arritur atë. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam tregohej kaq i përkushtuar për të arritur dhe për të përfituar nga mirësia dhe begatia e natës së Kadrit. Allahu Dhul Xhelal ka zbritur në Kur'anin famlar një sure me emrin e kësaj nate. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Në këtë natë ka zbritur libri më me vlerë, Kur'ani famlar. Me anë të engjullit më me vlerë, Gjebrailit a.s. Tek njeriu më me vlerë, tek profeti Muhammed a.s. Tek ummeti më me vlerë, të ndjekësit e tij.
Dhe kush e ringjall këtë natë me adhurim, me dua, me punë të mira, me të vërtetë që kjo natë i përfiton besimtari shumë lirë. Prandaj dhe emrin e ka nata e Kadrit. Dhe Kadr do thot vlerë. Vazhdon sureja në Kur'anin famlar. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Është bëri ty, thot Allahu xhelal profet Muhammed alayhi salatu selam, ta dish se çfarë është nata e Kadrit. Laylatul Qadri khairu min alf shahr. Të dije se nata e Kadrit është më e vlefshme se 1000 muaj. Punë të mira të bërë në natën e Kadrit. Adhurimet, namazet e falura në natën e Kadrit. Duat dhe lutjet e bëra në natën e Kadrit. Leximi i Kuranit i bërë në natën e Kadrit. Është më i vlefshëm se punët e mira që bëhen në 1000 muaj. E 1000 muaj janë të barabarta me 83 vjet. Aq sa mund të jetojë njëri nga ummeti i Muhammedit alayhi salatu wassalam. Allahu xhelal mirësinë dhe begatin e gjithë jetës ta ka fshirë në 1 muaj. Qofse e ringjallat ta ka fshirë në 1 natë, qofse ti përfiton nga mirësia dhe begatia e kësaj nate, i ke dhënë bereqet jetës tënde. Në tefsirin e këtij ajeti, qoftë tek Ibn Kathiri, qoftë tek mufesirët e tjerë, kalojnë komente shumë interesante. Për shembull thonë që është treguar profetit alayhi salatu selam për një burr nga Beni Israilët, i cili për 80 vjet rresht ishte falur gjithë natën dhe gjatë gjithë ditës ishte përpjekur në rrugë Zotit për të përhapur të mirën dhe të ndaluar të keqen. Gjithashtu profetit alayhi salatu selam ishin treguar për 4 persona nga popujt e mëparshëm, për Ayubin, për Zekerian, për Huzeikin, për Yusha bin Nun, të cilët kishin adhuruar Allahun Dhu Xhelal për 80 vjet, dhe pa e hedhur një herë shikimin haram të gjuna. Kur i dëgjuan këto sahabët nga profeti alayhi salatu selam, u çuditën dhe pan kohën që ata jetojnë në dunja. Dhe veprat dhe punët e shumta që kishin bërë këto njerëz nga popujt përpara tyre. Dhe Allahu Dhu Xhelal si përgjigje për dëshpërimin e atyre ose për dëshirën e tyre për të bërë punë të mira, zbriti natën e Kadrit dhe i dha vlerë më shumë se 1000 muaj. Pra ata vërtet e kanë pas jetën më të gjatë se sa ummeti profet Muhammed alayhi salatu selam, po ne na është dhënë mundësia për të arritur adhurimin dhe shpërblimin e atyre vetëm me ringjalljen dhe vetëm me përfitimin nga një natë e cila është nata e Kadrit. Çfarë ndodh tjetër në këtë natë? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Zbresin engjujt, zbret ruhu Xhebraili alayhis salam me lejen e Zotit dhe caktohet çdo punë e vitit. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Në këtë natë ndahet qartazi çdo punë, thotë një ajet tjetër. Prandaj kjo natë vendoset thuaj viti i arshëm se çdo të ndodh me jetën tonë. Dhe ne kemi mundësi me lutjen tonë, me përgjërimin tonë, të kërkojmë nga Allahu Dhu Xhelal mirësi dhe begati. Selamun hiya hatta matla'il fajr. Qetësi është kjo natë derisa të lind tagimi. Në të shejtanët nuk e dëmtojnë njerin. Dhe ai i cili përpiqet të përfitojë nga mirësia dhe begatia e kësaj nate, do të ndjejë qetësinë, rehatin në zemrën e tij, në trupin e tij, në familjen e tij. E thamë që kjo natë është në 10 ditën e fundit të muajit Ramazanit, e sidomos në netët tek. Transmetohet nga sahabët natën 27 Ramazanit. Ka dhe transmetime tjera, të cilat flasin për kohë të ndryshme. Tregohet nga sahabët që profeti alayhi salatu selam doli një ditë
për t'i lajmëruar besimtarët se kur është nata e 4. Dhe kur del profeti, shikon 2 besimtarë tjerë të cilët po grindeshin, po debatonin me njëri tjetrin. Dhe duke zgjidhur problemin e tyre, ju bë që të harroj nata e 4. Të harroj kohën fiks se kur është nata e 4. Dhe kjo në vetvete ka urtësitë e veta. Kjo na tregon se debatet, zënkat, sherret largojnë mirësinë dhe bereqetin e Zotit. Ku do që të ndodhen? Qofse ndodhen në xhami, largojnë bereqetin nga ajo xhami. Qofse ndodhen familja, largojnë bereqetin nga ajo familja. Qofse ndodhen tek vendi i punës, largojnë bereqetin tek vendi i punës. Prandaj, ne si besimtarë duhet të tregojmë tolerant me njëri tjetrin, tolerant me familjarët, tolerant me kolegët e punës. Dhe të jemi gjithmonë njerëz që lidhin ura, që ndërtojnë marrëdhënie me njëri tjetrin dhe jo që i shkëpusin dhe sillen keq me njëri tjetrin. E dyta është se gjërat me vlerë të dashur vëllezër duan mund dhe përkushtim për t'u arritur. A nuk e shikojmë se si gjërat më me vlerë janë në thelësinë e oqeanit, ato që dalin breg janë mbeturina, janë gjërat e pavlefshme. A nuk e shpon njeriu gjirin e tokës për të nxjerrë mineralet? Prandaj janë të vlefshme se janë të rralla, duan mund, duan përkushtim për t'u arritur. E kështu është dhe nata e 4. Atë arrin njerëzit e sinqert, e arrin ata që përpiqen gjatë muajit të Ramazan. E arrin ata të cilët e sforcojnë veten për të bërë punë të mira. E arrin ata të cilët i ka mëshiruar Allahu dhul xhelal. Dhe to t'i gëzojnë të botë, do t'i gëzojnë ahiret. Aisha radiallahu anha thotë, e pyeta profetin të dërguarin e Zotit: O i dërguari i Zotit, qofse arri natën e 4, si të lutem? Dhe profeti alayhi salatu selam i ka mësuar këtë dua: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zoti im, ti je falës, e don faljen, prandaj më fal mua. Dhe le ta përsërisim qoftë në arabisht ata që e din, qoftë në shqip ata të cilët nuk e din, për çdo moment, për çdo natë të këtij 10 ditësh të fundit. O Zoti ynë, me të vërtetë ti je falës, e don faljen, prandaj na fal ne. Amin.